Pa të dal një gjiro nga pylli sot, e mblodha disa lloj barash që nga radhiqet, hithra, disa lloje lulesh, qep të egra, edhe shumë të tjera. Tash në Shqip nuk ua dihem ato të drejtë, po janë paraprapësisht 10 lloje të ndryshme barash të cilat unë mblodha. E bëj shpesh herë këtë, thjesht sot desha t'ua tregoj edhe juve, të cilat unë i mblodha, i preva në copa shumë të imta, sa më të vogla të mundshme, edhe i përzjeva pastaj me kos. Kosin në kualitetin sa më të mirë kam marrë të paktën në bio, e di që është i mirë, sepse nga njëherë unë zë edhe vetë kos, kështu që ja më vjen dorësh dhe e di ku është i mirë, ku nuk është i mirë, prandaj ajo çka më fjalë është e rëndësishme që kosi të jetë kualitet sa më i mirë. Edhe si përfundim, i kam hedhur edhe sa vaj ulliri sipër, po jo vetëm sipër, kam dhe përzier, po edhe sipër, pastaj si një stres lart. I griva përveç këtyre në fjalë barrave që kam mbledhur në natyrë, i griva edhe një kastravec ose trangull, përdoren të dyja fjalët. Për ata që se din kastravec, atëherë e din me patjetër trangull, ose sallator, i thonë ndryshe më duket. Ka shumë emra në Shqipëri. Në Shqip. Edhe kjo tashti në fjalë që e kam bërë, ja si duket, ja si ka dalë. Kjo është ajo çka kam bërë. Është një pocion shumë i mirë. Kjo tashi unë të paktën do e lë një orë të paktën që të ashtuja të formoj të gjitha substancat, të gjitha atyre barave, në fjalë që ato substancat që lëshojnë në fjalë mbas prerjes të ande, që të forcohen dhe të bëhen sa më të qëndrueshme. Përveç se vitamina të larta, vitamina C, minerale, hekur, magnezium, kalcium, për kundra infeksioneve dhe të gjitha të mundshmet janë këtu brenda. Në këtë pocion që shikoni këtu, kjo është, si ta them, mund të blesh sa çam një muaj në, le të themi, nga ushqimet që blem në supermarket, me vitamina me mineralet e ande, në një muaj që blem atje që harxojmë gjatë ngrënies të ande, ajo sasi mineralesh do të thosha unë është këtu brenda vetëm në këtë pocion që mund të hahet për 2 ose 3 ditë, varet sa persona janë. Është një ndryshim i madh apo për vlera ushqyese që t'jep natyra, pa pesticide, pa gjitha këto tjerat, edhe ato që